edhe për mu do të është njësoj, edhe kisha me qujt një martes të lumtur ose të suksesshme, martesa kur nuk fillon unë kundër teje, po ne kundër problemit. Do të si çift që jemi së bashku, ajo është shumë normale dhe dihet që martes pa të lashe, pa probleme nuk ka, edhe mundën me qenë edhe janë të natyrave dhe lloj të ndryshëm, që nga njerë edhe na mbështetin ndoshta për muri, mirë po ajo që e bën do thotë me qujt të lumtur është kur të dytë në një marrëdhënie japin kontributin e vet të barabartë, sepse nuk është e mirë nëse është veç e një anshme që me qenë gruaja ose burri çdo herë ajo që thojmë na me i përbi gjanat edhe me i t'i kalu duhet me qenë të dytë, do të thotë me u përballë të dytë. Edhe fjala bashkëshort, do thotë me po na qet bashkë aty ku duhet, ne duhet të bashkëveprojmë, të jemi bashkë në të mirë dhe në të keq. A di çka po më intereson tek Valmira, sepse shpesh herë thonë që nëse don me jap fund një martese, çifti duhet me punu bashkë. Kështu që a ndodhe kundërtat e ti, se kemi pa që deri tash ka funksionu mjaft mirë. Unë e kam thy këtë temë, do më thonë nuk është për mua ajo. Realisht, mu për vetë se më ka ndihmu shumë në profesion, në karrierë, mande edhe me pjesën familjare, do të se dihet që në qofë se njani ose burri ose gruaja është i stërng angazhum, pjesa e mande i fëmijëve, familjes ka me punu një qift bashkë mu më duket pak edhe një koncept i qifteve protektive, që dojnë me pas burrin ose gruan gjithmonë shumë afër. Një sekret për mos me dalë jashtë terrenit pak. Nuk, te one nuk është, do me thonë, nëse që nuk funksionojmë ashtu, mirë po na ka lidh do të puna dhe bizneset që i kem, edhe nuk e mendoj ato anë marrat më të mirën të mundshme për këtë kësajna, e di që shumë edhe në shoqërinë rrethin tem, më thonë qysh po mundesh ose qysh e durojnë njëri tjetrin, ndoshta për shkak të angazhimit shumëta që i kemi, sepse tash jemi zgjeruar edhe me biznese, nuk është vetëm ozoni, vetëm klinika, edhe te kjo pjesa do të thonë që qatë shumë na vjen me fol për tema të ndryshme, unë ka njerë haroj që i kom kur, o kupton, do të thonë nuk e shoh ashtu. Ka edhe raste kur ki atë lirin kohën tonë që do me pasë se me shoqëri edhe krejt kjo, mirë po të pjesa punës unë e marrë si diçka shumë pozitive, sepse të paktën kur shkojnë në mbrëmje s'kam nevojë prej mëngjesit dhe i mbrëmje çka bojna, sepse jemi të dytë aty dhe dim për një tjetrin. Do me thonë ka gjithmonë një nevojë për rrëfim dhe raport. Patjetër që po, sepse e tha numër në komunikimi, kështu që prap aty është. Qofse ti nuk e di çka ka bërë, por nëse i keni punë të ndara, jo gjithmonë çdo gjë duhet me u raportu, se pastaj... Unë e shoh si terapi kur bisedoj me burrin, kur jena në shtëpi dhe do më thonë kur bisedoj për punën, si ka me qenë kjo, ose si a kështë e bu te, ose si m'ja bu, unë e marrë si terapi.